tregimi i mëshirës apo shfaqja e mëshirës për tjetrin, për personin me të cilin bën debat. Allahu i lartësuar thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Jeni populli më i mirë i cili keni dalë për të mirën e njerëzimit. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Duke urdhëruar me të mirën, duke ndaluar nga e keqja. Wa tu'minuna billah. Dhe duke besuar në Allahun. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Pra Allahu i lartësuar thot se jeni populli më i mirë i cili keni dalë për të mirën e njerëzimit. Dhe pikërisht Ebu Huraira radhiyallahu anhu e komenton ajetin Kur'anit duke thënë: ju jeni njerëzit më të mirë për njerëzimin. Pra muslimanët janë njerëzit më të mirë, të cilët Allahu i lartësuar, krijuesi i tyre, ka çuar për të mirën e njerëzimit. Ndaj, duke qenë se këto lloj mosmarrëveshjesh të vogla, këto lloj çështjesh të cilat e pranojnë debatin, janë të tilla që nuk rrezikojnë bazat dhe parimet e fesë, atëherë dhe shfaqja e butësisë, shfaqja e mëshirës, e tolerancës, e dëmshurisë në to sigurisht që është më parsorë.